Më shkrua një voice. Jam në një lidhje prej 3 vitesh dhe po afrohet fejesa. E dua shumë djalin. Është i mirë dhe punëtor, por problemi është se ai jeton në fshat. Në fillim me premtoi se do jetonim në qytet, por tani thot se nuk mund të lere prindrit. Nuk e kam problem të jetoj me prindrit e tij, por nuk mund ta hedh poshtë gjithë sakrificat e prindërve të mi, të cilët me kanë shkolluar dhe me kanë mbështetur që të kem një të ardhme. Kam bërë vite shkollë dhe dua të punoj dhe të realizoj ëndrat e mia. Nuk mund të le gjithçka për gjysëm. I kam thënë të shkojmë të dy në qytet, të punojmë dhe të ndërtojmë jetën bashk, por ai nuk pranon. Tani jam në mes djalit që dua dhe ëndrave të cilët kam luftuar kaq shumë. Tani e pyes këtë vajzën unë. I tham, çfarë moshe kanë prindrit e djalit? Do më thënë, a janë të smur, janë të sakat, a mendon se është e nevojshme që burri jot t'ju rrie mrapa këtyre, të rrie afër tyre? Me këtë përgjigje. Prindrit i kanë në moshë të re, gati në të 50-tat. Kanë tokat akoma për punë, do të thënë punojnë nga që janë aktiv akoma për punë dhe janë të lëvizshme, mbajnë veten gjithçka. Do të thënë, për të përmbledhur thotë situatën është që ai është në dilemë të zgjedhë prindrit o mua. Do të thënë ai djalë të zgjedhë ose prindrit e vet, është në dilemë, ose këtë vajzën. Unë jam në dilemë të zgjedh o atë o të ardhmen time që kam ngrit me mund edhe me sakrificë të prindrit e mi. Tani prindrit e atij djalit i thojnë atij djalit zgjidh birë ose atë ose ne. Do më thënë të kesh prindër ti që i ke të fort punojnë vetë, shkojnë në zënë gjesë, punojnë vetë, si dhe lek prapë në shtëpi. E shikojnë djalin, do më thënë nuk i nevojitet dikush ofër. Si nevojitet dikush ofër, do më thënë e mojnë vetën vetë, e lajnë bythën vetë, shko të shqip. Manë vetë, punojnë, kanë tukë, kanë orat. E shikojnë se djalit tino ashtë lidh me një vajzë. E i ven kush djalit tino, ose ne, ose grun. Kretë faj të prindrit. Këto kretë faj prindrit ashtu. Shiko si reagojnë e fusin djalit, duke ditur lëzim me dopsin në dopsin e djalit vetë. Këto prindër kanë mundësi të rregullojnë këtë punë, po këto janë njerëz të poshtë. Ti po shkove në fshat. Po shkove në fshat këto prindër do ta nxjin jetën. Këto kanë për shkatruar jetën po shkove në fshat të këto prindër. Po ta ham trash shkort të shqip. Këto prindër në momentin që thonë që i japin një vend kush djalit, në momentin që është i aftë, prindërit do i thojë djalit ik bir shkoj edhe nane. Çdo femër meriton të shijojë privatësinë me burrin e vet. Tek pull, pa pas kërkan përzim komsh. As vjerë, as bab kërkan. Kja fillojnë nga zero, burë e gru dikun vetëm, nga fillimi. A zero, skip se me pas vjerë më shpi, as nga ona grus, as nga ona burit. Fare, këshu e thotë dhe Zotin Bibel. Prindrit, femra dhe burit të lenë prindrit e vetë do bashkojnë dhe banë bashkë një trupet në ndërtojnë të ardhmen e tyre. Vetëm në këtë mënyrë funksionon jeta. Po që se nuk e bani këtë mënyrë, do të dështëni, do të fillojnë problemet, këtë energjia juj do ikin në problemet, duke diskutu se më thak shumë, jo i friu kosit, jo i friu këshu, apo se u zgjumë gjosh mas ditës, nuk u zgju këtu, fjeti këshu nusja, ma boni këshu nusja, edhe të ta morë këtë energjin edhe do të deformosh si femër. Deri në moment që prindërit e tuj janë të aftë, me mojt vetën ti djoll, nëse shkon të mesazh, ti djallë dush më shku mu ba me nusën ndonë që ke premtu, që premton para Zotit, kitë se ndonë dhe Zotit. Ti të bash me nusën ndonë. Kjo është, ti lesh. Por ama, kjo nuse që është në dilemë, që të dënë, kjo nuse nëse e shikon se prindërit e tuj ka nevojë, zemë shalë bjën të dy, thejnë komen, ose vritën. Ose e shikojnë se prindërit e tuj ti kanë nevojë për ty si djallë, kjo është vetë nuse që do të thoj hadikim fshat. është vetë kjo nuse, këtë e nuse tila, këtë e nuse kinge, por kërë e shikot se është e pa nevojshme. Ka një huq vihra që vihra të thot, o nusen, kjo vihra është gjarpen. Kjo është gjarpen, si jetot me ta. Nuk jetot me ta. Në qytet, shko të Shqip, në qytet, jo në qytet, në fshat, po jo shtatino, jo afër më shpi tino, jo në fshat, edhe fshat, po jo marrë ma shpi.
jo më më shtëpi. Kjo është nëse ti do me mos pas probleme me jetën. Nëse ti s'do me pas, ora kjo është kod shqip. Pavarësisht si më duket që di njerëzve. S'ka këtu, nuk ka këtu. Deri në momentin që janë të hap vet ato. Këtë gjithçka, çdo çift duhet ta ndërtojë nga zero jetën e tij. Pik. S'ke çfarë diskutu më tepër. Këtu bare puna. S'ke çfarë të diskutu, kështu thot Zoti. S'mund të shku ku, si më zot si Zoti, ti asor kërkosh. Kështu thot Zoti në Bibël. Kështu e thot. Edhe kjo vetë mënyrë që të funksionojë, edhe vetëm ajo që ban kuptim këtë jetë kjo është. Mja filluar nga zero, gruaja me kontribu me pru aurën e gruas në shtëpi edhe burri me pru aurën e burrit në shtëpi. Dy energji bashk. Mos e pas aura të përzime. Këtan vera tani ja ka konsumuar idetë vet, atë konsumoi do edhe ide filloi verë. Këta njerëz këtë. Prandaj ose ne ose ate, imagjinoj ti thosh djalë ose ne ose ate. Sa do punë që të kesh në fshat ti. Nëse duhet djali si s'ban, eliminoj ato punë ti, të detyroj djali të hiqë djali. Prindërit duhet të eliminojnë këto sajnë e problemin, mas të hapin punë. Për shembull kanë 100 dele, po, duhet djali si s'ban mirë 100 dele, si ruan dot baba vetëm, po, ulin e 50 dele, sa mund shmëruj vetëm ti? 50 dele, le djalin të hiqe me nusën e vet të ndërtoj të ardhmen e vet. Mos lozni me dopsit e djalit kur shkon se djali ju ka pick up, si çdo djali ka pick up prindërit e jep mundohet me tona të mirat mja plotsu prindërit. Por mos e mundoni mja ndrodh energjinë djalit. Prindrit është e kalumja jote, gruaja është prezenca jote, fëmia është e ardhmja jote. Njeriu duhet të fokusohet në prezencë. As të ardhmen, as në prezencë që e ardhmet vije dur. Kupton? Ju po i thani fokusohet të kalumen. Zoti ma që mentalitetit. O zoti ma që mentalitetit. O zoti ma që mentalitetit çfarë virrash. O zot çfarë virrash ja nxin jetën këtyre nusëve e pastaj i deli shalin në përlagje nusja kurv. Ju nxin jetën këtyre nusëve. E kupton? Lere hik motor, kam gul atje. Nuk, okay, s'do më qytet ti po, ju nuk dua asun të shtëpi atje. S'do më shtëpi, jo do marrim fshat, po shtëpi ton. Në fshat që e bom fshat, po mundo për përgjën do të diroj të bjem qytet. Shtëpi tonë s'du, në moment se kanë më me kusht, s'du, kaq. Kështu është, se ke për të ndo me ta. Ke për të ndo ka për të nëzi jetën për bes. Për bes zot ka për të nëzi jetën. Nëse do të rishë respektume, si nuse, distancohu të marrë një vjet, 2 vjet, pastaj fillojnë krijojnë respekt për ty, si ti ki standarde si femër. Ki rregulla si femër. Kupton? Nëse ti ju shkon një plas mrena, për i gjama të vogël për të zanë. Për diçka më të vogël, sepse ti nuk je zgju më 7, po je zgju më 7-5 minuta. Për ta nxjerrë jetën, nëse është një virsh, sikur ma thot ti, që i thot djalit ose ne, ose ata, ko për ta nxjerrë jetën. Kështu që fokuson ti duhet të kërkosh e të kamgulish një jetë pa prindrit e tuaj, një jetë pa virrin, pa prindrit e burrit. Po ti edhe burri me një shtëpi me këtë hall të botë si për jush. Ju të dy bashkë të sfidoni hallet. Kjo është këshilla ime që t'jap ty. Të dy bashkë të sfidoni hallet e jetës. Nuk ka jetë pa halle, nuk ka marrëdhënie pa halle. Edhe jeta do vazhdojë me halle, lind me halle, do vdesësh me halle. Kjo është jeta. Ju përshëndes, sukses, ciao.